Ish deputetja e Partisë Demokratike të Vlorës, Nada Meçorapaj, ka reaguar ashpër për vendimin që jeq Vlorës institucionin e kadastrës. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Vlorës thekson se kjo është varfërim institucional. Kjo nuk është eficiencë, kjo është centralizim arbitrar dhe përçmim ndaj Vlorës dhe vlonjatëve. Sipas Meçorapaj, është një mesazh i qartë që Vlora nuk është prioritet. Gjykata e Apelit u zhvendos në Tiranë, gjykata administrative u çua në Lushnjë, Drejtoria e Arsimit u larguar në Fier, Drejtoria e Bujqësisë përfundoi në Lushnjë, porti u mbyll fare, kadastra dhe legalizimet u centralizuan në Tiranë. Çfarë po i mbetet Vlorës? Një qytet i madh historik, simboli i shtetit shqiptar, i zhveshur nga funksionet shtetërore. Kjo nuk është reforma administrative, ky është varfërim institucional. Kjo nuk është eficiencë, kjo është centralizim arbitrar dhe përçmim ndaj Vlorës dhe vlonjatëve. Çdo institucion i larguar është një shërbim më larg qytetarit, është më shumë kosto, më shumë sorollatje, më pak dinjitet. Është një mesazh i qartë. Vlora nuk është prioritet. Vlora nuk kërkon favore, kërkon drejtësi, kërkon respekt për rolin e saj historik, ekonomik dhe kombëtar. Nuk mund të flasim për zhvillim, turizëm dhe investime, ndërkohë që qyteti i hiqet shteti. Nuk mund të flasim për barazi mes qyteteve, kur Vlora trajtohet si periferi. Vlora nuk do të hesht, Vlora nuk do të pranoj të shndërrohet në një qytet pa institucione, pa zë dhe pa pesh, sepse Vlora nuk është thjesht një pikë në hartë, është themeli i shtetit shqiptar, përfundon Meçorapaj.